Klubi i Burnleyt ka mësuar këtë mesjavë fatin e tij, pasi me humbjen përballë Manchester Cityt ka rënë matematikisht nga kategoria dhe në edicionin e ardhshëm do të luajë në Championship. Në klub ka një situatë madhore që ka ardhur koha të trajtohet, ajo e trajnerit. Scott Parker ishte ai i cili ngjiti ekipin në elitë, por skuadra në të cilën në ver u afrua si përforcim edhe Armando Broja bëri shumë pak nga ajo që pritej prej saj, pasi pas 34 ndeshjesh në Premier League ka fituar vetëm 4 të tilla. Drejtuesit i kishin qëndruar në krah trajnerit gjatë gjithë sezonit, duke mos e vënë në diskutim, por mediat pranë klubit kanë mësuar se tashmë do të ketë në ditët në vijim një mbledhje për të përcaktuar nëse Parker meriton konfirmimin apo jo për sezonin e ardhshëm. Situata nuk duket pozitive për trajnerin, i cili pas ndeshjes me Cityn theksoi edhe një herë se detyra e tij kishte qenë që të nxirrte maksimumin nga grupi i lojtarëve dhe e kishte bërë një gjë të tillë. Por nëse vendoset për ndërrimin e trajnerit, për të gjithë praktikisht nis vlerësimi nga e para i hierarkisë në ekip para syve të emrit të ri që do të vinë në drejtim. Kjo vlen edhe për Brojen, i cili duhet të provojë nga e para se sa vlen dhe nëse meriton të ketë minutat e Burnley në sezonin e ardhshëm, edhe pse në Championship. Parker kishte qenë ai që kishte insistuar për afrimin e sulmuesit, ndaj për Brojen gjërat mund të jenë shumë më të vështira pa to në drejtim.